Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut ka reaguar ashpër për përhapjen e gjuhës së urrejtjes nga pjesëmarrësit politik në kuadër të fushatës zgjedhore. Nga atje u bëjnë thirrje të gjithë pjesëmarrësve politik që ta kundërshtojnë këtë fenomen dhe të mbështesin kulturën e tolerancës, dialogut dhe respektit për diverzitetin. Gjuha e urrejtjes nuk është shprehje e të drejtës demokratike për lirinë e fjalës. Ajo përbën një kërcënim serioz për të drejtat e njeriut, kohezionin shoqëror dhe procesin demokratik. Tendenca e pjesëmarrësve politik dhe figurave publike për të përdorur ose toleruar këtë lloj retorike për mobilizim politik, e cila nxit drejt për drejt tensione midis komuniteteve të ndryshme, është veçanërisht alarmante. Ata i referohen edhe kandidatëve gra për kryetare komune dhe këshilltare, të cilat sipas tyre përballen me sfida serioze sociale dhe siç thon ata, me spikatura prej të cilave është gjuha e urrejtjes dhe dhuna me bazë gjinore në hapësirat publike dhe në rrjetet sociale. Kandidatet gra shumë më shpesh se sa burrat janë cak i komenteve seksiste dhe përçmuese, fyerjeve dhe sulmeve në baza personale, në vend që të bazohen në pikpamjet ose programet e tyre politike. Kjo krijon një atmosferë frike dhe demotivimi, e cila i dekurajon drejt për drejt gratë të kandidojnë për poste dhe të marrin pjesë aktive në jetën politike. Komiteti i Helsinkit u bën thirrje partive politike dhe kandidatëve të përmbahen nga çdo formë gjuhës së urrejtjes dhe të promovojnë një fushatë zgjedhore të drejtë dhe dinjitoze.